Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamu alaikum wa rahmatullah. Selamu alaikum wa rahmatullah. Lillahi al-Fatiha. Bajram Metaj, u lind me 7/6/1954 në fshatin Kaliqan. Shkollën fillore e kreu në Jabllanisë të vogël, kurse gjimnazin e kreu në Istok. Është ndër gjeneratat e para nga fshati Kaliqan që shkojnë në Prishtinë për të studiuar. Ku regjistru në Fakultetin Filozofik Dega Sociologji Filozofi, të cilën edhe pse në kushtet e vështira ekonomike arriti ta kryej me sukses. Pas kryerjes së fakultetit, Bajrami u punësua në gjimnazin Lëviç Gurakuqi të Klinës. Ishte shembull i punëtorit të vyer dhe i përkushtuar në çështjen kombëtare, ku çdo njësi mësimore që shpjegonte e lidhte me çështjen kombëtare. Ishte i pari që krahas çështjes kombëtare i luftoi edhe ndasitë fetare. Kjo veprimtari i ra në sy regjimit serboslav dhe në vitin 1986 Bajramin e arrestuan, e torturuan, por qëndroi heroikisht dhe i pa lëkundur në idetë e tij. 8 vite mbeti pa punë. Pastaj në kohën e sistemit paralel të arsimit të Republikës së Kosovës në vitin 1996, me pavarësimin e shkollës fillore në Kaliqan, Bajrami u zgjodh drejtar. Detyrë që e kreu me përkushtim dhe nder plot 23 vite. Ishte njeri i urtë, i matur dhe i qetë. Baba i mirë, koleg i mirë, mbi të gjitha i lidhur fort për librin, ku porosia e tij e fundit ishte lexim, lexim dhe vetëm lexim. Sepse vetëm në këtë mënyrë do të vetëdijsohemi, ngrihemi kombëtarisht dhe do jemi vetvetja. Veprimtaria e tij do mbetet udhërrëfys për gjenerata të reja. I qoftë i lehtë dheu i Kosovës. Dashur pranishëm në emër të familjes Metaj, ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen në burim dhe një jetë njoftojmë zot pa më ska. Zoti ju patër onet gjithëve.